Mbrëmjen e kaluar, Fabian Kuçi, i njohur me emrin Gucci në rrjetet sociale TikTok, mbeti i plagosur në Durrës. Autoritetet policore kanë identifikuar personin e dyshuar për plagosjen dhe po vijon punën për kapjen e tij. Sipas informacionit të dhënë nga i plagosuri, konflikti ka nisur pas një përplasje verbale në rrjetet sociale me autorin e ngjarjes. Fabian Kuçi ka precedent penal jashtë Shqipërisë. Ai ka vuajtur dënim me burg në Angli dhe është rrëmbyer në vendin tonë disa muaj më parë. Pas kthimit, ai është bërë aktiv në platformën TikTok, ku shpesh është përfshirë në debate dhe përplasje virtuale me figura të tjera të njohura, përfshirë Kozak Braçi dhe Xhemal Ujka, të njohur si Fire. Kuçi është pjesë e ish grupit të njohur Hellbaniaz, i cili fillimisht u bë i njohur për aktivitete muzikore, por mediat britanike kanë raportuar për përfshirje të tij dhe bashkëpunëtor në grabitje, shpërndarje droge dhe përdorim armësh. Në vitin 2018, ai dhe 2 bashkëpunëtor u arrestuan nga autoritetet britanike për organizimin e një vjedhje. Pas gjykimit, Kuçi u dënua me rreth 6.4 vite burg, duke përfshirë edhe periudhën e paraburgimit. Gjatë vuajtjes së dënimit, ai dhe bashkëpunëtorët shpesh postonin pamje nga qelia në rrjetet sociale, duke tërhequr vëmendjen e mediave britanike dhe publikut shqiptar. Policia e Durrësit po vijon hetimet për ngjarjen dhe apelon për çdo informacion që mund të ndihmojë në kapjen e autorit të plagosjes.